SPAK i gjen qindra shishever kontraband 7-10 vjeçare Ergys Sagasit me vlerë 3 milion euro. 10 shishe vere pa pull fiskale me vlerë rreth 3 milion euro janë sekuestruar në shtëpinë e biznesmenit Ergys Sagasi, i shpallur në kërkim si pjesë e një grupi kriminal të dyshuar për rëmbime dhe manipulim tenderash në Akshi. Verat luksoze disa 70-100 vjeçare u konstatuan nga BKH dhe u bllokuan nga hetimi tatimor. Ndërkohë, Agasi dhe Ermal Beqiri vijojnë të jenë në kërkim. Sot GKK la në fuqi masën arrestit në shtëpi për drejtoreshën e Akshit, Mirlinda Karçanaj.